presidente me shtet blokuar një vjet, a thu si e ndjen veten? Një presidente me u bazu të gjasat, sa e s'kishte faktet prezentuara nga Kurti për ta kandidu Konjufcën, se kushti ishte që paraqitet një themi një bindje faktike e presidentes që kanë 61 vota. Ajo doli tha, po shoh gjasat. Presidentja nuk gjerë vendime mbi gjasat. Po veç me mendu sa vjetë është Vjosa presidente mbi gjasat deri tash pas ka bo vendimet e Kosovës, mirë po përveç asaj. Vjosa erdhi në pushtet me ndihmën e Kurtit, me votat e Kurtit. Ai e bëri president dhe pastaj Vjosa ju bind shefit politik pra. Kujtohet prej kohës, kur Kurti filloi jo dialogu, jo solli marrëveshje me Serbi pa njohje reciproke, shumë dështime, Osmani si presidente asgjë nuk fliste. Pastaj u prish marrëdhënia me Amerikën, ishte një kohë kur një fjalim ajo foli mirë në parlament me një fjalim vjetor, prap ju kthy për krahjes e Kurtit. Pra, kur Kosova është me dialog strategjik të suspenduar nga Amerika, presidentja duhet me qenë shumë e zëshme, pra, sepse dami madh i është bërë shteti. Unë kam marrë përfundim që presidente me shtet blokuar një vjet, a thu si e ndjen veten, sepse fundja ne gjithë që shqetësohemi nga pozicioni që kemi, po kur je nishi i shtetit, shqetësimi, përgjegjësia, pra ato janë të një dimensioni, krejt ndryshe nga mendimi politike, qytetarë, intelektualet e tjera. Ajo asnjëherë se dëgjova të shfaq një keqardhje. E pakta ka mund njerë me bo një paraqitje televizive, si që bojnë presidentat. Kur është keq vendi dalin, edhe i tregojnë popullit keq jemi në blokad, qëto janë damet, qëto janë mundësi me dalë. Jo, gjoja asgja nuk po ndodh. Fatkeqësisht, resim, Kosova bashkë me Kurtin, me Vjosën, ka një situatë ku udhëheqin njerëz që ju mungojnë aftësi si burr shtetas apo gra shtetase.